Shtetet e Bashkuara testojnë B-21 Raider, fantasma e re që do zëvendësoj B-2-shin. Emri i tij është B-21 Raider dhe është bombarduesi i parë strategjik i projektuar nga e para, sepse Shtetet e Bashkuara nuk kishin bërë një të tillë më shumë se 30 vjet, ndërtuar nga Northrop Grumman për të zëvendësuar ose mbështetur B-2 Spirit, tashmë legjendari bërë i famshëm nga misioni iranian kundër badës Fordo. Rainer shënoi një epokë të re në luftën ajrore, më i lirë, më i patukshëm dhe më i gjithanshëm. Mbi të gjitha, premton të ndryshojë jetën e pilotëve në kabinë, duke filluar me ratinë dhe banueshmërinë në bord, një trashëgimi që nuk është as pak e lakmueshme, sepse merri parasysh se në bordin e B-2 Spirit para arsi i Raider, pilotët ndodheshin në misione 40 orëshe në kushte të kufirit të qëndrueshmërisë, midis erave të ndëtor dhe tualetave të improvisuara, i prezantuar zyrtarisht në vitin 2022 dhe i destinuar ty në shërbim aktiv midis viteve 2026-27, B-21 që është projektuar për të mbijetuar në hapësirën ajrore më armiqësore në botë, duke hyrë dhe dalë nga radari armik si një fantazm. Po kjo nuk është e gjitha, pasi sipas thashathemeve të konfirmuar nga zyrtarët e USAF-it, do të jetë gjithashtu jetueshëm për ekuipazhet pas viteve të misioneve të tmerrshme me shtrete, kampi dhe tualete fushore. B-21 është avioni i parë i projektuar për të përditësuar si një telefon inteligjent. Inxhinierët flasin për një bombardues digjital të aftë të marrë përditësime softverike për misione armatime dhe konfigurime të reja, një hap i qartë përpara krahasuar me B-2-shin i modifikuar vazhdimisht me dorë, por që mbeti konkurrues. Pas dekadash fluturimesh 40 orëshe në vendet pakëndshme, ushqime kimike dhe kova për nevojat e tyre, Raider do ofrojë një tualetë të integruar, hapësirë të veçantë për pushim, shtetër kampingu të fiksuar ose mikrokabina dhe më të tolerueshëm.